Sot buke me mjaltë, receta që po i çmend të gjithë dhe nuk ngeli njeri pa e provuar. Shihni se si mjalti dhe soda e bukës së bashku janë në një ndihmë shumë e vlefshme për lëkurën tuaj. Kur është fjala për bukurinë, ëndra e secilit është të gjejë produktet natyrore, të thjeshta dhe praktike, ndoshta edhe më ekonomike të mundshme, për të arritur kështu rezultatet e shumëpritura kundër një sër komplikacionesh. Sot, në këtë video do të flasim për kombinimin e këtyre dy produkteve natyrale. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Të cilat së bashku mund t'i japin gjithashtu edhe një mbrojtje më të mirë për lëkurën tuaj, mjalti dhe soda e bukës. Së bashku këto dy përbërës janë në gjendje t'i japin lëkurës një pamje më të freskët, gjithashtu edhe më të shëndetshme. Rezultatet që do të merrni në fund do të jenë mbreslënse për ju dhe për pamjen tuaj. Receta bukurie me bazë mjaltin dhe sodën e bukës mund të jenë gjithashtu vërtet fantastike për shëndetin tuaj. Maska kundër rrullave me mjalt, sodë buke dhe limon. Për përgatitjen e kësaj maske nevojiten 2 lugë sodë buke, 1 lugë çaj mjalt organik, lëngu i 1 limoni organik dhe 1 lugë gjedhe me ujë. Përzjeni të gjitha përbërësit derisa të arrini një masë të njëtrajtshme. Më pas aplikoni këtë krem në fytyrë me përjashtim të zonës së syve. Maskën në fjalë duhet ta mbani për rreth 15 minuta. Më pas mund ta largoni atë me ujë të ngrohtë. Aplikimi i kësaj maske herë pas here çdo javë mund të ndihmojë në largimin e papastërtive në lëkurë, duke e bërë atë më të shëndritshme, gjithashtu dhe më të bukur. Receta të tilla mund t'i japin gjithashtu një mbrojtje më të mirë lëkurës suaj, duke ju ndihmuar gjithashtu në rigjenerimin më të mirë të saj dhe lehtësimin e komplikacioneve të ndryshme. Ajo mund të ndihmojë që të keni një lëkurë të ndritshme, pa rrulla dhe pa shenja të moshës. Skrap me sodë buke dhe mjalt mund të jetë një tjetër alternativë shumë e kërkuar që mund t'i japë gjithashtu një mbrojtje më të mirë shëndetit tuaj të lëkurës. Për përgatitjen e saj duhet 1 lugë gjedhe me sodë buke, 1 lugë me mjalt organik dhe ujë i mjaftueshëm për t'u përzierë të dyja së bashku. Në këtë mënyrë do të përfitoni një masë që mund ta vendosni atë mbi lëkurën tuaj, me lëvizje rrethore. Prania e sodës në fakt do të krijojë gjithashtu një lloj pastrimi dhe do të ndihmojë lëkurën të heqë papastërti. Pasi ta masazhoni mirë, shplani atë dhe aplikoni një krem hidratues natyral. 2 ose 3 herë në javë, ky pastrim do të ndihmojë që të mbani lëkurën tuaj të pastër dhe gjithashtu edhe do të largoni pikat e zeza dhe problemet që lidhen me akumulimin e papastërtive në lëkurën e fytyrës suaj. Maska antinjoll me sodë buke dhe uthull molle gjithashtu mund t'i japë një ndihmë më të mirë shëndetit tuaj të lëkurës dhe të largojë papastërtitë. Për këtë maskë duhet 1 lugë çaj sodë buke, gjysmë lugë gjelle me ujë dhe 1 lugë gjedhe uthull molle, 1 lugë gjedhe mjalt organik dhe lëngu i 1 gjysmë limoni. I përzieni të gjitha përbërësit derisa të përfitoni një masë të njëtrajtshme dhe masën e përfituar aplikoni në fytyrë të pastër, duke e lënë që të veprojë për të paktën 15 minuta. Më pas e shplani atë me ujë në temperaturën e ambientit. Përsëritja e kësaj recete herë pas here mund t'i japë që të keni gjithashtu një lëkurë më të bukur dhe më të shëndetshme. Aplikimi i maskave me sodë buke mund të jetë një ndihmë ekonomike për shëndetin tuaj të lëkurës, duke ju ndihmuar në një rigjenerim më të mirë dhe të shpejtë të saj dhe të lehtësoni gjithashtu komplikacionet e një pasnjëshme. Aplikimi i këtyre maskave në kushte shtëpie do të jetë një ndihmë shumë e mirë për rigjenerimin e lëkurës dhe lehtësimin e problemeve që i kanosen asaj. Soda e bukës është një produkt i cili mund të ofrojë përfitime unike në mbrojtjen e shëndetit të lëkurës dhe gjithashtu largimin e papastërtive. Maskat që mund të jenë efikase me përbërësin bazë sodën e bukës mund të ndihmojnë në dukshëm në duken tuaj të lëkurës dhe lehtësimin e papastërtive. Soda e bukës është një skrap i fuqishëm që ka një përbërës të fuqishëm në aspektin e lëkurës suaj. Ajo përdoret në gatim në pastrim për heqjen e njollave, zbardhjen e rrugëve të dobta të rrullave dhe gjithashtu si një produkt bukurie. Mësoni në këtë video sipas Bright Side se si mund të përdorni sodën e bukës në përditshmërinë e recetave tuaja për të marrë gjithashtu një ndihmë fantastike në rigjenerimin e lëkurës.
Në këtë video do të mësoni disa përdorime të vlefshme fantastike të sodës së bukës që do të bëjnë ndryshime rrënjësore. Soda e bukës mund të përdoret gjithashtu kundër djersitjes. Soda e bukës përdoret si një deodorant i freskët kundër djersës. Udhëzohet të përzieni 4 lugë dhe sodë buke dhe 4 pika nga vaji esencial i preferuar. Më pas të lyeni zonën ku keni djersitur më shumë për të hequr bakteriet dhe problemet që shkaktojnë aromën e keqe të saj. Soda e bukës është një recetë fantastike në largimin e papastërtive dhe erës së keqe. Hidhni një filxhan kafeje sodë buke në vask dhe bëni dush në gjysmore në këtë përbërje. Në këtë mënyrë do të pastroni të gjitha bakteriet dhe acidet të ndryshme që shkaktojnë aromë të keqe të lëkurës suaj. Ndjekja e këtij trajtimi në kushte shtëpie sigurisht që do ju ndihmoj të keni një lëkurë më të shëndetshme, më të mbrojtur dhe më pak shqetësime të rrullave dhe papastërtive që i kanosen në vazhdimsi lëkurës suaj. Aplikimi i maskave me sodë buke mund të ndihmojë që të keni një lëkurë më të shëndetshme, efektive dhe gjithashtu më të mbrojtur. Ekspertët e Healthline e cilësojnë sodën e bukës si një prej alternativave më të mira ushqyese për shëndetin e lëkurës. Soda e bukës gjithashtu mund të nxjisë edhe një lëkurë më të bukur. Hidhni pak sodë buke në shampon e trupit dhe masazhoni me të duart dhe këmbët. Më pas i shplani ato me ujë të bollshëm. Rezultati që do të merrni në fund do të jetë mbreslënës për shëndetin tuaj të lëkurës. Kjo është një mënyrë praktike se si mund të arrini të realizoni një recetë fantastike për zbutjen e lëkurës dhe largimin e papastërtive të saj. Sipas Brightside, aplikimi i kësaj recete 1 herë ose 2 herë në javë mund t'ju ofrojë që të keni një lëkurë më të bukur dhe më të shëndetshme. Ekspertët e Healthline këshillojnë vazhdimisht maska me sodë buke, të cilat mund t'i përdorni që nga këmba te koka, dhe rezultatet që do të merrni në fund do të jenë mbreslënëse për shëndetin dhe rigjenerimin e tij. Soda e bukës mund të ofrojë një freski më të shëndetshme të gojës. Hidhni një lugë çaji sodë buke në një gotë me ujë. Pasi soda të jetë tretur mirë, bëni gargar për të hequr bakteriet dhe erën e keqe të gojës. Gargara mund të bëhet një herë në 3 ditë. Nëse doni thonjë më të shëndetshëm, përdoreni në këtë mënyrë sodën e bukës. Udhëzohet të përzieni 3 lugë dhe sodë buke dhe 1 lugë dhe ujë. Pastaj vendosni mbi thonjë pastën e formuar dhe mbani për disa minuta. Më pas i shplani ato me ujë të bollshëm dhe rezultatet që do të merrni do të jenë fantastike. Nëse doni flokë të shëndetshëm dhe të fortë, përdorni sodën e bukës. Shampo tradicionale janë të pasura me kimikate të ndryshme që prishin balancin e skalpit dhe dobësojnë flokun. Një herë në muaj përdorni sodën e bukës për të ruajtur shëndetin e flokut. Nëse doni të keni dhëm të bardhë dhe të shëndetshëm, përdorni sodën e bukës. Nëse soda e bukës përzihet me ujë të oksigjenuar, do të përfitoni një masë të fortë zbardhuese për dhëmbët. Përziheni këtë masë një herë në javë për të shmangur dëmtimet e smaltit të dhëmbëve dhe rezultatet që do të merrni do të jenë vërtet mbreslënëse për përdorime të ndryshme. Soda e bukës mund të ndihmojë gjithashtu në eliminimin e puçrave dhe të akneve. Për të çliruar nga aknet dhe puçrat nuk keni nevojë të përdorni kimikate të rënda. Soda e bukës ju ndihmon në këtë drejtim për shkak të vetive të saj antipezmatim që ka ky përbërës. Për më tepër, soda e bukës ju ndihmon në balancimin e nivelit të pH në lëkurë, gjë që më pas ndikon në zvogëlimin e numrit të akneve dhe puçra në fytyrë. Përzieni një lugë çaji sodë buke pak ujë sa për të krijuar një pastë. Përzierjen e vendosni në fytyrë pa e acaruar dhe lini që të veprojë për 1 deri në 2 minuta. Pas pastrojeni fytyrën me ujë të ftohtë. Përsëriteni këtë procedurë 2 ose 3 ditë me radhë, pastaj trajtoni lëkurën tuaj me pastë të tillë 1 herë në javë. Rezultatet që do të merrni do të jenë fantastike. Nëse doni që të largoni gjithashtu edhe problemet e zbokthit, në ndihmë mund t'ju vijë soda e bukës. Largoni zbokthin nga flokët duke përdorur recetën me sodë buke, sidomos gjatë muajve të dimrit. Është e rëndësishme që të përdoret me kujdes, jo më shumë se 1 herë në 2 javë, dhe rezultatet që do të merrni në fund do të jenë mbreslënëse dhe rigjeneruese për shëndetin tuaj të flokut. Vëmendje, ju bëj me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme,
masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjoni këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.